Ish opinionisti i Big Brother VIP Kosova 3, Milajm Zeka, ka dhënë disa komente për banorët në formatin në Shqipëri. Në Big Brother Radio, ai ka folur për dinamikat në shtëpinë e famshme, por bëri edhe një deklaratë të fortë. Nelin, për gazetaren Valbona Milli theksoi se është i sigurt që ka lënë një lidhje jashtë BBV. Nelin, Valbona pas daljes nga ky reality show në Pardon Me French, i është kundërpërgjigjur kësaj. Ajo thot me plot bindje se nuk ka marrëdhënie jashtë dhe nuk e ka lënë askënd. Nelin, mua më vjen shumë keq që Milajmi është zhgënjur nga unë. Unë realisht kam një respekt shumë të madh edhe për Milajmin dhe bashkëshortën e tij. E di që jam vajzë veriore, parimet e mia. Unë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 jam futur dhe kam qenë pa një lidhje jashtë dhe nuk kam dik jashtë. Mua nuk më pret dikush jashtë, u shpreh ajo, tutje tha. Kam pasur raportet e mia jashtë, por kjo nuk do të thotë që këto raporte janë përfunduar. Kështu që është e mira përpara se të bësh deklarata të prisje të shkoje në shtëpinë time, ti pyesje nëse kam lidhje